Në zgjedhjet e pjesëme lokale të mbajtura në 9 nëntor, Florenc Doka, kandidati i Partisë Socialiste, ka fituar garën për Bashkinë e Cerrikut. Sipas rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Doka ka siguruar shumicën e votave, 6201 të tyre ose 66.22% të votave, duke lënë pas Amarildo Hoxhën, kandidat i pavarur i cili mori 1888 vota ose 20.16% dhe Eligert Hima u renditi treti. Përfaqësuesi i subjektit Shqipëria bëhet mori vetëm 1275 vota ose 13.62%. Karriera e Florenc Dokës është e lidhur me administratën publike dhe institucione të ndryshme, ndërsa ka shërbyer si zëvendës kryetari i Bashkisë së Cerrikut. Zgjedhjet në Cerrik u mbajtën pas largimit të kryebashkiakut të mëparshëm Andis Salla, i cili u emërua në detyrë si ministër i bujqësisë, duke krijuar kështu vakancën për postin e kryetarit të Bashkisë së Cerrikut.